Mirëmbrëma zonja dhe zotëri, mirë se erdhët në edicionin qendror informativ drejt për drejt këtu në Channel One. Votimi i Elvis Cefës, antar i KLD-s, ka sjellë debate në kuvend. Gjatë fjalës së tij, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gramoz Ruçi ka akuzuar mazhorancën se me anë të një pushteti të saj imponoi votimin e kandidaturës që ajo kishte zgjedhur. Akuzave të tij është përgjigjur kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Astrid Patozi, i cili ka deklaruar se përpjekja e opozitës për të bllokuar miratimin e antarit të KLD-s është dështim i radhës i kësaj të fundit në betejat e saj parlamentare. Votimi një javë më parë të Elvis Cefës në sallën e parlamentit për në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, që shkaktoi debate të ashpra politike, ishte sërish objekti debatit në sallën e parlamentit. Opozita që quajti vjedhje të votës mënyrën e votimit të tij një javë më parë, i trembet fakti se mazhoranca do të përdorë të njëjtin skenar për zgjedhjen e presidentit, që sipas opozitarëve do të shkaktojë një krizje të marrëdhënieve bashkëpunuese majorancë-opozit. Votimi i sejtës ishte prova gjenerale, por edhe dëshmia më e fortë se ju do të shkelni kushtetutën. Ne nuk do t'u lejojmë. Kemi në dorë çdo instrument për të ndaluar. Vota e fshet do të rikthehet në kuvend me çdo çmim. Pa të nuk do të ketë zgjedhje në këtë kuvend. Nuk do të ketë as zgjedhje të presidentit. Por përfaqësues të mazhorancës këmbgulën se votimi i Cefës ishte mbi bazën e rregullore së parlamentit dhe se tentativa për të bllokuar këtë proces ishin dështim politik për vetë Partinë Socialiste. Qeveritë legjitime të çdo vendi demokratik zgjidhen me qetësi dhe unë ftoj opozitën që të provojë mocionin e mosbesimit sepse është e vetmja mënyrë që një qeveri legjitime të rrëzohet në parlament. Më pas mori fjalën kryetaria e kuvendit Josefina Topalli, që e cilësoi dështim politik një skenar që socialistët e kanë njohur në 10 vitet e fundit. Thatë ne këtu në këtë sallë nuk ju lejojmë që të zgjidhni presidentin e Republikës. Kjo është strategjia juaj. Kur humni, nuk pranoni votën. Kur shihni se s'keni vota, villni flet e votimit. Edhe këtu në sallë, zoti Ruçi, siç i mort herën tjetër. E dini që ju nuk zgjedhni presidentin, sepse majoranca do zgjedhin presidentin dhe sot deklaroni se ne në këtë sallë nuk do ju lejojmë që të zgjedhim presidentin. Gaboheni përsëri. Debatet e ashpra mes opozitës dhe ministrit të financave Rizvan Bode në sallën e kuvendit për linjën e interkoneksionit të Kosovë-Shqipëri, ndërkohë që opozita ka akuzuar qeverinë për bllokim të qëllim të projektit për interesat korruptive të qeverisë. Linja interkoneksionit Shqipëri-Kosovë ka qenë sërish objekt debati në sallën e sotme të kuvendit të Shqipërisë. Deputetet e Partisë Socialiste akuzuan sërish qeverinë për bllokimin e këtij projekti, ndërsa ministri i financave Ridvan Bode theksoi se u parandalua një rast korruptiv pasi diferenca mes dy garuesve ishte 21 milion euro. Për Shqipërinë, për shkak të mos ndërtimit të kësaj linje, për shkak të vonesës së kësaj linje, është 90 milion dollar në vit. Tu kemi një aferë të pastër e cila është në vazhdimsi të atyre që kanë ndodhur këto 20 vite me këtë kryeministër. Dhe mos kërkoni të gjeni shkaqe të tjera për të mbuluar një korrupsion që duhet ndaluar. Diferenca e dy garuesve është 21 milion euro, zotëri. Dhe ju 21 milion euro, zotin amik. Nuk e fut kot. Është 21 milion euro. Ndërkohë që opozita ka akuzuar sërish qeverinë për bllokim të qëllim të projektit për interesa korruptive të qeverisë, ministri Bode ka sqaruar se nuk është bërë asgjë më shumë sesa parandalimi një rasti korruptiv. Gjatë fjalës së tij në forumin e biznesit, kryeministri Berisha nënvizoi se potenciali energjetik mbetet një ndër potencialet më të mëdha të vendit, ndërsa deklaroi dhe konsideratat për të investuar në këtë fushë janë shumë të mëdha. Shefi i qeverisë u ndal edhe tek urbanizimi i vendit, duke i krahasuar ritmet e këtij procesi të ngjashme me ato të Kinës. Kryeministri i vendit Sali Berisha, duke folur në panairin e forumit të biznesit FIA, renditi potenciale të mëdha që ka Shqipëria në fushën energjetike. Sipas shefit të qeverisë, vendi është vetëm në fillimet të shfrytëzimit të potencialeve të saj të mëdha dhe ne kemi një shans të zhvillohemi në mënyrë jeshile dhe të qëndrueshme. Në Shqipëri ka një veprimtari të ethshme në fushën e energjisë së rinovueshme. Qeveria në 4-5 vitet e fundit ka firmosur me sektorin privat 120 kontrata koncesioni për ndërtimin e 320 hidrocentraleve. Këtë vit po hapen tenderat për kaskadën e Devollit,
i cili është një investim prej rreth 1 miliard euro. Janë në treg kaskade e Osumit dhe do tjetë në treg kaskade e Vjosës. Shqipëria në vetvete është një Norvegji e vogël në Ballkan, një vend i pasur me burime të panumërta ujore. Kryeministri i vendit gjatë fjalës së tij u ndal edhe tek urbanizimi i vendit, duke i krahasuar ritmet e këtij procesi të ngjashme me ato të Kinës. Kina në 20 vite është urbanizuar në aq sa që është urbanizuar Britania e Madhe në 120 vite, Shtetet e Bashkuara në 80 vite dhe natyrisht Kipria nga vitet 90 deri në vitin 2011 ka pothuajse ritme kineze urbanizimi. Kryeministri u shprehu mirënjohje FIAS dhe anëtarëve të saj, duke u premtuar dialog konstant me biznesin në mënyrë që të kapin horizonte të reja si në kuadrin ligjor ashtu dhe në tërësi, zgjidhjen e çdo pengese burokratike, por dhe hapjen e perspektivave të reja. Presidenti i Bamirtopi dhe homologu i tij Maqedonas Jorge Ivanov kanë deklaruar në një konferencë të përbashkët për mediat se marrëveshja e Ohrit duhet të implementohet dhe është e vetmja rrugë për të eliminuar përplasjet ndërretnike të krijuara javët e fundit. Unë dëshiroj të vlerësoj nivelin e marrëdhënieve politike dhe institucionale midis shtetit shqiptar dhe shtetit maqedonez. Padyshim dëshiroj të vlerësoj rolin institucional dhe personal të presidentit Ivanov në forcimin e këtyre marrëdhënieve. Në përfundim të një komunikimi dhe bashkëpunimi 3 vjeçar, dëshiroj të specifikoj një marrëdhënie shumë bashkëpunuese, jo vetëm për marrëdhëniet bilaterale, por edhe në kuadër të bashkëpunimit rajonal. Shqipëria mbështet fuqishëm stabilitetin e Maqedonisë. Shqipëria i referohet një dokumenti shumë të rëndësishëm për bashkëtesën në Maqedoni. Unë dëshiroj të them që Shqipëria mbështet fuqishëm gjithashtu antarësimin e Maqedonisë në NATO. A plani relaciona podrška s Makedonijom na Makedonija? Shqipëria i referohet një dokumenti shumë të rëndësishëm për bashkëtesën në Maqedoni. I ka të bëjë me marrëveshjen e Ohrit vitit 2001, që rregullon marrëdhëniet midis shqiptarëve dhe maqedonësve për të bashkëjetuar në harmoni në një shtet ku të drejtat janë të barabarta. Unë dëshiroj të them që Shqipëria mbështet fuqishëm gjithashtu antarësimin e Maqedonisë në NATO. Unë do ta falenderoj president Ivanov gjithashtu edhe për krijimin e një mundësie për bashkëpunim midis të gjitha vendeve të rajonit. I ftuari i radhës në emisionin Aktualitet në televizionin në Channel One, eksperti ekonomisë Zef Preçi ka shpjeguar mos funksionimin sipas tij të skemës së pensioneve në vend. Ekonomia shqiptare vijon të ketë evazion fiskal të lartë dhe kjo reflektohet në skemën e pensioneve, në taksën e sheshtë dhe atë progresive. Deklaratat në frontin politik për të punuar me njërën apo tjetrën taks në dobitë të qytetarëve shqiptarë mbeten thjesht lojra politike. Eksperti i ekonomisë Zef Preçi e ka bërë këtë deklaratë përballë gazetares Hilda Dashi në emisionin Aktualitet. Debatin e përhershëm mes majorancës dhe opozitës për taksën progresive dhe atë të sheshtë, Preçi e shen në optikën e një specialisti të ekonomisë, duke theksuar se këto dy taksa në vetvete janë funksionale nëse zbatohet sipas ligjit. Loja bëhet nga këndvështrime politike dhe askush nuk shkon në përmbajtje të saj. Me këtë do të them që qoftë taksa progresive, qoftë ajo e sheshtë janë funksionale dhe përmbushin funksionin e tyre. Do thotë krijojnë mundësi që shteti të grumullojë të ardhura. Pra taksa e sheshtë ka krijuar disa mundësi që të paksohet evazioni, të ketë mundësi më të mira konkurruese, por nuk ka krijuar mundësinë që nuk është provuar që klasa e mesme duke pas më shumë para në dispozicion të mund të qelë vendet punë të investojnë në teknologji e tjera si këto. Referuar ndryshimeve të fundit të miratuara në Komisionin e Ekonomisë në ligjin për akcizat, Preçi shprehet. Këtë masë shoh si një vazhdim të një formë më të moderuar të elementeve të ndërhyrjes në ekonomi dhe që nuk mendoj se është rruga më mirë që të çonte në shtimin e të ardhurave në buxhet. Në fundit nëse ka evazion, këtë demonstron papërshtatshmërinë e sistemit. Në lidhje me ruajtjen e depozitave në lek për shkak të krizës në Eurozonë,
Preçi thosë se nuk parashikohet asnjë siguri në çfarëdo lloji monede që shqiptarët t'i ruajnë paratë e tyre. Është vështirë të japësh një recetë se cila është mënyra më e mirë apo rruga më e mirë. Në pikpamje të ekonomisë në tërësi, pavarësisht nga mbajtja e kursimeve monetare të familjes apo llogarisë biznesit në një monedë të caktuar, për shkak të ndërvarësisë që kanë monedat dhe një pjesë të njëjtës ekonomi, bile një pjesë të ekonomisë globale, detyrimisht që në çfarëdo lloj forme që të mbahen, i ekspozuar. Kryetari i Partisë Republikane Fatimir Mediu ka pritur sot në takim ambasadorin e Kosovës në vendin tonë Sulejman Selimi. Në fjalën e mbajtur gjatë këtij takimi, Mediu është shprehur se Kosova dhe Shqipëria do të ecin së bashku drejt integrimit. Nga ana tjetër, ambasadori Selimi theksoi konsideratën e lartë që kishte për rolin e Partisë Republikane në skenën e politikës shqiptare, si edhe u ndal në vlerësime e konsiderata për ish-kryetarin dhe themeluesin e kësaj partie të ndjerin Sabri Godo. Qëllimi i Kosovës në këtë komente është integrimi në Bashkimin Evropian dhe është mjaft e rëndësishme që pozitat tona të mbështeten edhe nga një shtet antar i NATO-s, siç është Shqipëria në krah, u shpreh Selimi. Në këtë kontekst ai theksoi se ai do të përçojë të gjithë mbështetjen e tij në Kosovë për sa i përket marrëdhënieve me qeverinë shqiptare. Nga ana tjetër, si pjesëtar i koalicionit të qeverisës, ministri Mediu e siguroi ambasadorin Selimi se mbështetja e kryeministrit Berisha për çdo gjë që ka të bëjë me Kosovën është e pandalshme. Në cilësinë e ministrit të mjedisit, pyjeve dhe administrimit të ujrave, Mediu i shprehu Selimit nevojën që kanë të dy vendet për rishikimin e marrëveshjes së ujrave, e cila nuk ka ndryshuar që në kohën e ish Jugosllavisë. Një krim i rëndër në familje ka ndodhur në qytetin e Lushnjës, ku një burr ka vrarë me armë zjarri bashkëshortën e tij. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje. Krimi në familje ka goditur një familje në fshatin Qerm Pasha të Lushnjës, ku burri ka vrarë me armë gjahu bashkëshortën e tij. Ngjarja është regjistruar në orë të para të mëngjesit të sotëm, ku sipas informacioneve nga policia e Lushnjës, 60 vjeçari Shaze Sina ka qelluar për vdekje bashkëshorten e tij Lahe Sina, 52 vjeç. Vetëm disa orë pas ngjarjes së rëndë, policia ka mundur të vërë në pranga autorin e ngjarjes, bashkëshortin e viktimës, Shaze Sina, 60 vjeç. Mësohet se të dy bashkëshortët jetonin të vetëm në shtëpi, pasi dy djemtë e tyre jetojnë dhe punojnë në Itali, ndërsa vajza e tyre ishte e martuar. Sipas seksionit të hetimit dhe parandalimit të krimit nga Komisariati i Policisë Lushnje, motivi i vrasjes së bashkëshortes nga ana e 60 vjeçarit Shaze Sina ka qenë për motive të dobta dhe konflikte të vogla ndërmjet çiftit. Deri tani nuk dihen ende cilat janë shkaqet e vërteta të ngjarjes. Megjithatë, policia po punon për të zbardhur detajet e kësaj ngjarje të rëndë. Një aksident me pasojë vdekjen e një personi dhe plagosjen e dy të tjerëve ka ndodhur mëngjesin e sotëm në rrethin e Tropojës. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në fshatin Gri, ku një automjet me të cilin udhëtonin 3 persona ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në Humner. Përpasoj ka gjetën vdekjen në shtetasi Sokol Përpalaj, me detyrë shefe finance në komunën Legbibaj, dhe janë plagosur 2 persona, identiteti të cilëve nuk bëhet ende i diur. Menjëherë të plagosurit janë dërguar me urgjencë në spitalin e Bajramçurrit dhe sipas mjekëve njëri prej tyre është në gjendje të rëndë shëndetësore. Dyshohet se shoferi ka humbur kontrollin e mjetit dhe përpasoj makina ka dalë nga rruga duke përfunduar në Humner. Menjëherë në vend ngjarje kanë shkuar forcat e policisë, të cilat kanë nisur hetimin për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit. Burg Pafat ka qenë masa e marrë nga gjykata e Tiranës ndaj shefit të krimeve në komisariatin nr. 1 në kryeqytet Fatos Goxhaj. Trupi gjykues ka vendosur sot të lërë në burg Goxhajn, i cili akuzohet për korrupsion masiv dhe aktiv. Pas një hetimi disa mujor u arritë të zbulohej se Goxhaj përfundonte dhe përfitonte para në këmbim të mbylljes së çështjeve penale. Shefi i krimeve në komisariatin nr. 1, i cili ushtronte këtë detyrë prej vitit 2010, u arrestua 3 ditë më parë. Drejtori i Inspektoriatit të Mjedisit të pranë Ministrisë Alfred Deshati deklaron se ka filluar puna për pastrimin e vijes bregdetare dhe se ndaj bizneseve të cilet nuk do të respektojnë kriteret dhe licenca përmban mjedisin do të ketë penalizime të rënda. Shqipëria vijon të ketë ende zona problematike të cilat ndodhen në hartën e hapësirave më të papastra të vendit,
Kryesisht zonat bregdetare vuajnë nga mbetje dhe papastërtitë të shumta. Këtë pohime ka bërë për Channel One drejtori i Inspektoratit të Mjedisit në Ministrinë e Mjedisit, Alfred Deshati. Sipas Deshatit, tashmë ka filluar puna edhe me inspektorët e pushtetit lokal për të siguruar një sezon turistik të pastër për pushuesit gjatë muajve të verës. Shqipëria është një vend që është i ndotur dhe realisht janë kërkuar edhe masa emergjente por ndërhyrë sa më shpejt që tjetër më. Me vendim të Këshillit të Ministrave dhe me propozim edhe të Ministrisë Mjedisit sigurisht u vendos që data 20 prill do të jetë si dita e Shqipërisë pastër. Drejtuesit e pushtetit lokal duhet që të zbatojnë ligjin për mbrojtjen e mjedisit. Duhet që të vazhdojnë kallëzimet penale për të gjitha ato persona që janë ndotës të vazhdueshëm të ambientit. Ndër të tjera, Deshati thekson se për të gjitha subjekte që nuk do të plotësojnë standardet e kërkuara të higjienës nëpër zonat e plazhit, do të ketë edhe penalizime të ndryshme. Nga të dhënat e vitit të shkuar që Ministria e Mjedisit të disponon, bregdeti Golemit në Durrës, si edhe një pjesë e bregdetit të Vlorës, mbeten në ndër zonat më të nxehta sa i takon papastërtisë. Presidenti i urdhrit të farmacistëve Arjan Jauplari deklaroi për Channel One se provimi i praktikës profesionale për kandidatët që kanë marrë vlerësim pozitiv me aftësi profesionale, ku përfshihen farmacitë, mjekët dhe stomatologët, do të fillojnë me datën 2 maj. Data e provimit të praktikës profesionale ku përfshihen farmacist, mjek, stomatolog do të fillojë me 2 maj të 2012. Sipas ligjit përkatës, kandidatët që futën në provim janë vetëm ata të cilët kanë marrë vlerësimin pozitiv në aftësimin praktik. Por presidenti i urdhrit të farmacistëve Arjan Jauplari shpreh se muaji për dhënien e provimit është shumë i afërt dhe rregulloria e praktikës profesionale nuk është miratuar ende, gjë që bën që shumica e kandidatëve të humbin të drejtën për të futur në provim. Penalizimi i kësaj kategorie vjen përsëri nga Ministri i Shëndetësisë Petrit Vasili, i cili edhe në sezonin e parë, pavarësisht se detyrimi ligjor e ngarkonte që artimin e rregullores dhe urdhrit për praktikën profesionale e nxori me 8 muaj vonesë. Kjo shkelje ligjore është e përsëritur dhe ka të bëjë me atë që urdhat profesional detyrohen të përballë profesionistëve të tyre të vijen në vështirësi për procesin që ata i ngarkon ligji. Gjithashtu drejtori i provimeve të shtetit pranë Agjencisë Kombëtare të Provimeve Niko Terezi u shpreh se këtë herë tarifa regjistrimit do të jetë më lart se herën e parë. Për herë të dytë ka një shtesë për 25% të tarifës. Domethënë nëse herën e parë tarifa e regjistrimit është 10.000 lekë, për herën e dytë është 12.500 lekë. Me këtë rast duam të informojmë të gjithë ata kandidatë që do të konkurrojnë për herë të dytë, që duhet paraqiten urgjentisht pranë urdhrave profesionale, sepse një pjesë e tyre kujtojnë se janë të regjistruar. Urdhri i farmacistëve shpreh se përgjegjësinë para kësaj gjithë kategorie që nuk futën në provim duhet ta mbajë Ministri Vasili, i cili nuk ka kthyer përgjigje ndaj propozimeve që urdhri i farmacistëve ka dërguar në lidhje me vlerësimin e aftësimit praktik. Shoqata shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë reaguar për akuzat ndaj shqiptarëve lidhur me vrasjen e 5 të rinjve të ndodhur të njëjtën e kaluar. Shoqata e dënon thirrjet raciste të maqedonasve, si edhe bën të ditur se do të përgatitet një rezolutë për Kongresin dhe Senatin amerikan mbi këtë çështje. Shoqatat shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vazhduar me reagimet mbi situatën e fundit të tensioneve në Maqedoni pas vrasjes së 5 fish në periferi të Shkupit dhe protestave të dhunshme dhe raciste. Reagimet vijnë nga komuniteti shqiptaro-amerikan dhe shoqata shqiptaro-amerikane në shtetin e Illinoisit, ku me shqetësim ndiqet situata e fundit në Maqedoni. Shoqatat në fjalë shprehin reagimet ndaj organeve qeveritare, duke theksuar se ato dhe subjekti politik shqiptar në këtë situatë është tepër indiferent, sidomos ndaj sulmeve të orkestruara kundër shqiptarëve. Shoqata bën të ditur se në bashkëveprim me Ligën Shqiptaro-Amerikane të Joe Dioguardi, së shpejti do të përgatitet një rezolutë për në Kongresin dhe Senatin Amerikan mbi gjendjen e fundit në Maqedoni. Ndërkohë Ministria e Brendshme e Maqedonisë Gordana Jonkulovska theksoi se hetimet për zbardhjen e vrasjes janë duke përparuar dhe se policia ka supozime për numrin e personave që kryen veprën penale. Por për të mos dëmtuar hetimet, Jonkulovska sërish nuk dha detaje. Ambasadori francez në Prishtinë Jean-François Fillot, duke ju referuar veriut të Kosovës, shprehet se zgjidhja vetme mbetet brenda pakos së Ahtisarit.
Fijo thekson se Franca përkra integrimin e Kosovës dhe veriun si pjesë e saj, ndërsa shtoi se ndërkombëtarët kanë përgjegjësi për situatën e krijuar atje. Ambasadori francez në Prishtinë, Jean-François Fillon, ka deklaruar se gjithçka që po kërkojnë serbët në pjesën veriore të Kosovës ndodhet brenda planit të Ahtisarit, ndërsa shtoi se ndërkombëtarët kanë përgjegjësi për situatën atje. Në një intervistë për një gazetë kosovare, Fillon theksoi se Franca përkra integritetin e Kosovës dhe veriun si pjesë të saj, por shtoi se në bisedimet për këtë çështje duhet të përfshihet edhe Serbia. Ai ka theksuar më tej se kur flitet për 25 korrikun, duhet të tregohet kujdes pasi sipas tij askush nuk duhet të kërcënojë. Më tej, ambasadori ka shtuar se atë që po e kërkon edhe Bashkimi Evropian është që veriu i Kosovës të gjejë veten brenda Kosovës dhe kjo nuk do të jetë lehtë. Ndërkohë, një ditë më parë Parlamenti i Kosovës mbajti një seancë të jashtëzakonshme për situatën në veriun e Mitrovicës. Deputetët e 3 partive opozitare LDK, Vetëvendosje dhe AAK kritikuan qeverinë që nuk është në gjendje të mbrojë jetën e qytetarëve në veri të vendit. Lidhur me këtë, Lëvizja Vetëvendosje prezantoi një plan 13 pikësh për zgjidhjen e problemeve në veri të Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon deklaroi se Siria ka dështuar plotësisht në implementimin e detyrimeve të saj ndaj ndalimit nga plani i paqes. Ban Ki-moon paralajmëron se numri i vëzhguesve është i nevojshëm që të rritet, pasi sipas tij duhet të mbulohet çdo zonë ku ka patur bombardime kohët e fundit. Armëpushimi në Siri duket tepër dyshues. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon deklaron se Siria ka dështuar në implementimin e detyrimeve të saj që dalin nga plani i paqes, që parashikon ndërheqjen e trupave dhe armatimeve nga zonat urbane. Në një letër drejtuar Këshillit të Sigurimit, Ban Ki-moon ka bërë thirrje që misioni i vëzhguesve të zgjerohet deri në 300 antar. Ban Ki-moon deklaroi gjithashtu se armëpushimi mbi të cilin ranë dakord të dyja palët pas rezolutës së Këshillit të Sigurimit ishte i paplot. Të dyja palët u shprehën të gatshme për t'i dhënë fund dhunës. Ai tha se niveli i dhunës ka rënë ndjeshëm që prej 12 prillit, dita kur armëpushimi hyri në fuqi, por shtoi se incidentet të dhunshme me viktima janë përshkallëzuar sërish në ditët e fundit. Në fund, sekretari i përgjithshëm theksoi se vëzhguesit janë ndaluar të shkojnë në qytetin e Homsit, ku edhe janë regjistruar pjesa më e madhe e akteve të dhunës në muajt e fundit. Në ditën e përkujtimit të Holokaustit, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu rikujtoi përsëri rrezikun që vjen nga Irani për shkak të programit të tij bërthamor. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mbrojti në fjalimin e tij drejtuar kombit me rastin e ditës së kujtesës komentet e vetat në të cilat krahason rrezikun nga Irani bërthamor me Holokaustin nazist. Ai nuk pranoi kritikat se një analogji e tillë është e papërshtatshme dhe se krijonte panik, duke theksuar se të vërtetat e pavolitshme duhen thënë hapur. Do të vazhdoj të them të vërtetën për botën, por në radhë të parë për popullin tim, i cili është mjaftueshëm i fortë për ta dëgjuar atë. E vërteta është se një vend i armatosur bërthamor si Irani është një kërcënim serioz për shtetin e Izraelit. E vërteta është që një Iran bërthamor është gjithashtu një kërcënim politik për vendet e tjera në rajon dhe një kërcënim serioz për paqen në botë. E vërteta është se është e nevojshme për të parandaluar Iranin nga blerjet e armëve bërthamore. Kjo është detyrë e botës, por në radhë të parë e Izraelit. Ceremonia e përkujtimit të Holokaustit në Jeruzalem hap ceremonitë për ditën e kujtesës që nis të njëjtën. Shtëpia botuese Dituria dhuron 450 botime jashtëshkollore për bibliotekën e shkollës Gjon Buzuku në kryeqytet. Kjo iniciativë vjen në kuadër të ditës ndërkombëtare të librit më 23 prill dhe mesazhi sipas drejtuesve të kësaj shtëpie botuese mbetet për të gjithë shtëpitë të tjera botuese. Në kuadër të javës ndërkombëtare të librit, shtëpia botuese Dituria ka vendosur të dhurojë për shkollën e mesme Gjon Buzuku në Tiranë rreth 450 libra jashtëshkollor. Sipas kryetarit të shoqatës së botuesve shqiptar, Petri Tymerit, librat janë dhurata më me vlerë për nxënësit. Ne zgjodhëm të shkollë periferike Tiranës sepse kemi një eksperiencë që kemi bërë në shkollat tjera të Shqipërisë, në rrethet të vegjël, por menduam ta bëjmë në Tiranë. Ne kemi dhuruar që nga librat e ilustruar, që janë për ciklin e ulët, për klasën e parë dhe për të dytë, do të thënë libër shumë cilësor. Edhe tek libra do të thënë që do të shërbejnë klasave të larta
të klasave 8 e 9, ku janë edhe me autor të shquar si Izabela Lende. Kjo nis, sipas botuesit Ymeri, i paraprin fillimisht javës ndërkombëtare të librit, një javë cila do të jetë mbushur me aktivitete. Kjo është java e librit, në datë 23 prill është dita ndërkombëtare e librit, në datë 24 prill është dita ndërkombëtare e drejtës së autorit, dhe kjo kemi hyrë pra në javën e librit që festohet kudo në gjithë botën. Shpresojmë që të vlerësohet edhe të shërbejë sa më shumë nxënësve dhe mësuesve. 23 prilli është shpallur si dita botërore e librit më 15 nëntor të vitit 1995 me një rezolutë të UNESCO-s, pasi u morën në konsiderat faktet se libri ka qenë historikisht instrumenti më i fuqishëm i shpërndarjes së njohurive dhe mjeti më efikas për të siguruar ruajtjen e këtyre njohurive. Këtu kemi përfunduar edicionin qendror informativ të nderuar teleshikues, ndërsa ju kujtoj që transmetimet tona do mund të ndiqni në website-in ton www.channelviz1.al. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim.